Kam sjell një super recetë shporta të mbushura me mish dhe djathë kashkavall. Kur bëjmë kombinim brumin dhe mish, vërtet fitojmë një shije fantastike. Për ju që do e provoni recetën dhe mënyrën e përgatitjes, i gjeni në vazhdim. Fillimisht në një enë të thellë hedhim miellin, shtojmë pluhurin për pjekje, shtojmë vezën, kripen, gjalpin e shkrirë, shtojmë ujin gradualisht. Për një brum të butë, shtojmë një lugë gjelle djathë krem, brumin e punuar e lëm të pushoj për 30 minuta. Ndërsa mishin që kam përdorë e gjeni tek mishtore Meli në Prishtinë e prejmë në këtë mënyrë, fërgojmë perimet, shtojmë mishin, shtojmë kripen dhe pipernat, pasi të zihet mjaftueshëm, shtojmë një lugë gjelle djathë krem, brumin e ndajmë në këtë mënyrë në 6 kulaça, i hapim sa një pjatë, format ju japim në këtë mënyrë me anë të një pjate të vogël, bëjmë mbushjen, mbështjeljen e bëjmë në këtë mënyrë, këtë rreth e bëjmë me brumin e mbetur. Pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 25 deri në 30 minuta.